Përshëndetje, mirë se erdhët në Zëri i Mallit dhe Sakrificës. Mosafirin e radhës e kam mërgjimtarin e radhës, prapë e quaj kështu, Nazmi Nuha. Se kush është Nazmi Nuha, çfarë bën në Suedi Nazmi Nuha, pse erdhi në Suedi Nazmi Nuha, do ta kuptojmë në vazhdim. Faleminderit Nazmi. Faleminderit për te që gjete ku, me na nëru edhe me na vizitu, po me pas mundësi edhe na për me shpreh një lef sistem për sa vite sa jem këtu. Për ndryshe, unë jam në shtëpinë e Nazmiut këtu, jemi afër qytetit Varberg, dhe natyrisht përveç intervistës, unë erdha dhe të flas me Nazën, sepse ky jeton këtu në këtë lagje, në këtë vend, me vëllezërit, me gjithë familjen. Është unë e them nga njëherë si një Kosovë vogël, dhe natyrisht do të flasim edhe për këtë pjesë ku Nazmi është ai iniciatori kryesor i cili ndihmoi familjen e vet dhe e sjelloi këtu në Suedi në kohën që sikur se shumë shqiptarë do të thotë që erdhën jo me dëshirën e tyre. Nazmi, faleminderit edhe një herë. Kush është Nazmia dhe nga vjen? Faleminderit shumë. Unë e qumë Nazmi Nuha se që të ceko, Vuqi, vi nga fshati Melenic, komuna Mitrovicës. Këtu ka marrë para 34 vite i bojmë, thuajse në qershor tani. Vitin 1992, në një qershor, 92-ës, jam nisë nga Mitrovica për Suedi. Një vend që se kësha një asnjëherë me thonë drejten, se Kurdistan edhe si është. Suedia, dhe të thotë. Suedia. Para se ta di pse erdhe në Suedi, pse u largove nga Kosova? A detyrove? A ishte dëshirë? Me dëshirë, me thonë drejt, s'isha largu. E thamë kështu me plot bindje, po ishte koha kur u ktheshin arkival ushtarët shqiptarë të Kosovës, si zakonisht, edhe mu merdh ftesa për ushtri, në 92-ën sa marrova gjimnazin, se dëshira ime ishte për me vazhdu shkollën, me thonë drejt. Edhe këto kur ka marrë, ashtu kanë qenë mendimet edhe ato që shtojnë ato ëndrat. Po gjithmonë ëndrat njerëz për më kemi realizuar. Jo gjithmonë, po, vërtet. Kështu që u detyruam, me thonë drejt, edhe... Sa vjeçar ishe? 19 vjeç sa kisha mbush se marrova gjimnazin. Dhe thonë që atë kohë ti u detyrova për shkak se morën një ftesë me shku ushtar, në shkollën siç që kanë marrë linë tonë, dhe padyshim që ajo ftesë ishte nga poshtuesi atëhershëm dhe nuk e pranon. Jugosllavia, e vërtet. Edhe ishte një komshi ato i fshatit faktikisht që ishte Pastian aty, dhe isha mbosh me vllahën e tina. I the Trametlis babse, kështu te ka ardhur. Edhe Samir Zllavt, edhe Nazmis, unë lëm pe hek tha. Kisha thonë që bënja qarë, tha se së është koha e duhur për me nejtë ata këtu. Sa ishte e vështirë? Vështirë, me thonë drejtë se... U largu nga familja. U largu nga familja, edhe si shëmsu me dalë, edhe ma larë Mitrovicë, me thonë drejtë, ma slartë kër kisha qenë Prishtinë. Se edhe atëherë si i vogël, jem konë gjithmonë... Rrethonat kanë qenë tilla që s'kena pas mundësi edhe me dalë. Me fotografisha për shkolla, isha nërku edhe në shkollën atë mbjetojsha edhe për fotos, edhe shkollën e krysha, do me thonë me gjithë mundin temë edhe ja heksha një borë familjes. Se një shumë, si zakonisht familje shqiptare. Edhe me isha pak edhe me fotografin me për shkolla, rruga me lartë, si stash Prishtina ka qenë. Shtu që për Suedips, alnër. A ishte e vështirë kur unë largova për familjes të ndave? Po e vështirë si zakonisht se gjithmonë atë rrugë që e kom... Po mendoj momentet kur je përshëndet, ose që me ndore... Përshëndet, të konë një... si shme thonë, shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Shumë e vështirë, sikur u arsua e ditë. Po, edhe pse ishte me diell, ishte ku e mirë, se më do që rojnë rreth edhe mbulun tërë Kosovë. Ato në sytë e mirë në atë moment edhe këtu edhe gjithmonë rrugës të menua se qysh janë. Se të po të mërzit që atë prente dhe që më parcelen. Po dashti fati
kalova mirë, erdha në Suedi, në 82-shën. A erdhe me qëllim drejt Suedi, apo mendimi ishte me unal dikon tjetër? Po si stash unë s'njofsha shtete tjera. Isha për Norvegji, e kisha biletën në Suedi, në Suedi në Göteborg. Sa zgjati rruga? Rruga ka zgjat dikon 4 ditë. Me çka Si me autobus ishëm. Po ikja jeme ka qenë pak interesante se unë isha 19 vjeç, po vllahun e vogël e kisha të mitur. Por me dalën ma letë që me i vika syne, unë e bora pasaportën me fotografi timin të shtenime të lahtë. Po. Që prindi ishte i mitur edhe në të rrethona për me ikë, për mos më kuptu. Kupto, normal. Se për ndryshe ka qenë vështërsi. Kom në gju rase mas rase që kanë jek njerës në për kufit, në për dogona, në për male, në për do kanë kalu, do s'kanë kalu, po fati mu në këtë aspekt pak a shumë. Po, ka rasëre, dhe unë ashtu vllau dhe të në Gjermani që është, a i një muj ditë ka zgjatë rrugtimi i tij, në për male, në për fusha, në për ujra, në për... Po vështërsit ma të pëdhaja pas taj na kanë jek edhe këtu. Fillimi, që ka qenë fillimi kur erdhe tani? A kishe dikon njofshëm këtu, a ke pas njerëz njofshëm? Fillim e kisha vllaun e madh, që kishte pak para meje. Edhe sa nejt atë, sa kujtohet 2 muja për në Värmland isha të nalt. Mas ne eken ata, shqiptar në 82 eken shumica. Se i kthenin me dëshirë, po me emigracionit i arke kanë kthy shumë atë kohë. Edhe shumë ishin prej Suedisë kanë kthy. Po shumë ishin edhe për frike që kanë i kthye, pa morë vendim të kthimit. Migracioni. Ishin familjar, mas ne iko e vllahu në meta vetë, në atë ditë. Edhe vazhdova në vjetër, u ktheva në Göteborg, në Kungsbacka të kështë. Edhe veprova, fillova dhe shkollën, statës i Valdraverket atër ka qenë stacion kursi fillestar, dhe më thonë i gjuar. Kursi fillestar, tani ka qenë edhe, kemë vazhdu dhe pak. Dëshira ishte për shkollën, me thonë drejtë. Po. Por rrethonat kërë isha që familja ka ngellë keq atje, pastaj filloi edhe lufta. Fillun atë trazirat me Bosnjë mas parë, me Kroaci, Bosnjë, mërshme, ta në Kosovë, ishin 2 opsione. O me vazhdu shkollë, o me punu, me ndihmu familjes. Me ndihmu familjes. Kështu që me shku shkollë është dashur me ndu vetëm për vete, kështu që ke dashur me ndu edhe për familje. Ishte vështirë me thonë drejt se shkësha në shkollë mëngjes, 19 ora e isha shkollë, dashur me ikë ma shpejt, për shkollën një 15 minuta me kap autobus me shku me punu në pizzeri, 8 orës, brej 11 deri në 10 natës. E kështu e kisha non-stop. Kështu që nuk i përballante gjitha. U detyrova edhe këto, me lanë studimet, me punu, me ndihmu familjes. Edhe me fillu me gastronomi. Sa, po më intereson, derisa ke fillue, derisa ke marrë qëndrimin, sa ke prit? Faktikisht ne na kapin një amnisti, pak e kisha edhe fat në të zonat edhe. Në 82 erdha në dikon ka fundin 94-tës, u mërë një amnisti për beqarat edhe. Pas 2 vite, do më thonë. Që ke arti, 2092? 2 vite gjys. Po, jo shumë. E mora qëndrimin, edhe në të aspekt kisha pak fat, edhe vazhdo me punë. E më thëtë, pas ke pas fat, jo shumë, ke prit gjatë. Jo shumë. Për me marrë qëndrimin, se ka raste që kanë prit njerëzit shumë. A ke pas rast me najtë në për kampe? Jo. Po, kam nejtë. Po, vërtet kam nejtë. Një vetë, me thonë, kam nejtë në Göteborg. Qështë ka qenë që aja kohë? Ka qenë vështira. Ka pas shqiptar shumë? Ka pas shqiptar, ka pas plot nacionalitete, mas ne ka pas edhe sërbë që kanë pas edhe shoqata që në kanë ngacmuar në Göteborg të ofër një hoteli. Forum që unë të atë në Gamlestan. Kanë pas ato shoqata në përreth. Këna pas provokime. Ato nëzitit gjithmonë, s'na kanë shkuar që për sërbë. Dhe që na kanë detyru një shqiptarët për ati hoteli me në largu gjithve. Po. Edhe na kanë shpërnda. Unë kanë dërgu në një grupë në Skara, Somalan që ka tjerë, ofër Skara Somalan, në mas ne dhe Nikropa është një qytet ofër Filipstadit atje në Värmland. Edhe atje, po gjithsej dikon parafërsisht një vete
e gjysë kam nejtë Në për kampe. Mas ne ju ktheva në Kungsbacka këtu edhe Je këthy në Kungsbacka dhe të është afër Göteborgut. Pastaj, kur e vendosë këto ku jeni? Po, në Kungsbacka vas ju ktheva Sa qëndrova atje në fakt? Në 93-ën këtu kom punu në Göteborg, kom punu në Biesh në Selen, aty ku është qendra skimit, për turizm që dimror. Mas nej, në 2000-ën, jom këthy këtu në këtë fshatin Vero Backa. Vero Backa. Para se më këthy këtu, 98-ën dhe më filloi lufta në Kosovë. Po. Qyshe ke përjetu qatë ko, para luftës pak edhe gjatë luftës? Aja ishte e parushme, që asë njëherë së minget nga atë isha të punuen në Selen, si që cekat janë i ka 550 km Prej këtu dhe të. Isha të punu të një italian restoran edhe atë nuk kanë qenë këtu komunikimet si që janë tani. Po, normal. Vetëm një telefon e ka pas një dojë, me thirë, po atë edhe u shpërndonë edhe atë, s'keshe ku merë informacion. Edhe atje poshtë nuk ka pas telefonata. Nuk kam pas telefona shpisë. Me që fjallë dojës, me thonë halin në filon ditë, ka pas rrasë s'mëshë me thë jo se s'banë ato kartelet në për kabina. Edhe E konë vetën dhe të thëtë? Vetën. Në këpotin linjet. O ne marë një parabol me veti prej kohët, e me veti atë në punë, edhe vendosa videon, inqizësha lojmet nërko që isha në punë. Kër u kthesha punit, aty përcilsha Suedeze ditën, mbrome elshisha videon, dhe në mëngjes, të këshyr a ka pas diçka dhe konë Radio Kosova e Lirë atër. Radio Kosova e Lirë, në përmes radio si kërkonëm familjarët. Edhe ba një ku e gatë, nuk më shumë as me në komunikim, as ku janë, as si janë. Edhe ma radio, në thamë kështu familja nua nga fshati Melenis, nëse ka dikush në informacion, se në përmes këtyne informacione, aja radio ka qenë vetëm. Edhe këshin në gjuhë ata dikush, edhe vrapar i thetë, Ramelis Bob, se kështu thetë Nazmija, ka li prej Suedije. Pa ta si më informu mu. Ata e morën vesh, por unë isha mirë normal se isha një shtet demokratik, nuk isha problem, por unë për mu ishe rëndësishme ata me ditë se kërë. Qyshe kuptohet, ne? E kuptova se vllon e kanë marë me një grup tjerë në malat, në mes fshatit i bjen Dedi edhe Bistric. Po. Kanë qenë në Bistric faktikisht kur e kanë marë, pa atje në mal kanë nejtë tani në shpërngull, pa atë. Qyshe spjegojnë nona gjithë, edhe në shkue kanë marë gjallë dojës, lanë, dajnë, edhe plot një grup tjerë, edhe i kanë qunë në bërkës me konicë, i kanë maltretu rrugës, si gjithë që e di, të regonë edhe latë merë që i kanë po në bërkës me konicë, sa gjoko, sa gjithë ato maltretime që u kanë po njerëzve. Po për fatë këta kanë shpëtu, po ka pasë edhe pasëve njerëzve tjetë gjenojt që viktima që ka mësu shumë lëndime, shumë tortura, shumë masat. Që nuk harrohen dhe të të. Pas ne kur del lonë Shqipëria njena që i qesin ato në kofini, se si dolin edhe pështojnë, dhe meraj që të lidhe masti dhe të regojnë të që mirë jem, merën veshët me ta në Kosovë, po është e pa... A këtë kujtojt, a marrë menë sa ka qenë që e kohë që nështë se ke ditë për familje që apëndodhë? Ku jena? Aja ka qenë prej që ka fillu, a periuda dimër ka qenë. Dimër ato sa. Po mendoj me muj, 2-3 muj, nështë 3-4 muj që se ke ditë që apëndodhë me familja, ku jena? 2 muj unë e s'kom ditë eq. 2 muj s'kom ditë unë eq. E vështirë ka qenë, dhe më thonë. E vështirë shumë. E vështirë shumë. Më vjen edhe shumë mirë prej ati italianë që asë njerë se është e pak edhe e lashme një punëtur, mos me ka një koncentru në punë. E ka kuptu dhe të gjendjen? E ke gjendjen edhe stërhynte, që me thonë. Kështu që... Përfundoi lufta, familja pështun? Përfundoi lufta, familja pështun, shtëpiat kalle po të gjitha, ka nejt, ka qëndru në për shtëpiat të akrabave në Mitrovic, disa, dhe sa shkova. Cilin vit tani shkove? Unë shkova direkt, sa ka përfundu lufta direkt, 99-ën. Alo,
temën në linjën e parë se nuk e cika se kur kam dalë nga Suedia, derisa herën e parë që kam shkuar në Kosovë 8 vite s'kam qenë asnjëherë. 8 vite. Asnjëherë s'kam qenë. Wow. Vetëm komunikim me video, kasetat si kanë qenë. Po, me kaseta. Me letra. Ose doja ka pas telefon Mitrovic, do të më prosi. Kush rojan përmes njerëz. Do 8 vjet nuk harron me shku në Kosovë. S'kam qenë në Kosovë vetëm me komunikime kështu me njerëz, me letra, me Çu ka qenë gjë ndjen kur i shku tani? Megjithëse përveç që ku e gjatë, që si ke po familjen dhe vendin, me e keq atë që ka qenë lufta, tani gjithçka është shkatërruar, njerëz vramë. E pa imagjinueshme dhe pa shpjegueshme të kallën çdo vend, tym, shtëpia të rënume, të kallta. Nuk e di, edhe filmin me po është interesant se çfarë ndjen njeriu kur ishte ke ndryshe kur është njëri. Aja ndjenja, aja dhimbja është e papërshkrueshme, edhe pa harrueshme faktikisht. Unë për veten time se harroj asnjëherë. Po shoqër që familja do të kanë pështuar dhe shtëpia tu dëgjën, do të thotë. Kam pështuar, ajo është më vërtet, është po dhimbja prapë kisha se pa isha sa njerëz sa dëshmori, sa familjet kanë vujt, kanë humb njerëz dashur për lirinë e Kosovës, për këto që kanë sot që duhet me gëzue. Me gëzu, po. Pa dëshim që u ka në vështirë, të thotë po falë Zotit më në fund ta pesë shoqër që tani po e kemi e fituar lirinë dhe so po e gëzojmë është diçka tjetër, por unë mendoj që po e gëzojmë edhe lirinë. Shpresojmë. Sa që ndrove në Kosovë atë ditë? Atëherë kur ta me thonë drejt që ishin se lash në gjendje, në shatar kishin qenë familja, kishin shkuar ishin vendos, ishin mërzitur në Bakrabo, Ramelia, dhe po shkojmë në Bartoni, në Barrë dhe atëherë i dhashin do shatora, tenda. Tendat që i dhashin. Edhe vendosin i tenda të në Barrë dhe ishin vendos ato. Edhe një pjesë, një podrumit, një shtëpi shpëtu ato. Ishtë qonë në pjesë, pa kishë rregullu pak ashtu Ramelia baba dhe lava dhe ishin fut në tenda dhe në atë pjesën e podrumit ato. E sa shkua, me thonë dhe shpirti, zemra më dhimke. Se e vështirish me po të gjendje. Shpinë ku i rrit, ku ke lind, ku i rrit. Kujtimet më bukra e shenë atë gjendje, edhe prind, është e pa imagjinueshme me aja pjesë. Kështu që vajta ato rregullum pak a shumë një pjesë të asoj shtëpisë të kaldë, edhe i premtova babës i thash, besëm për Allah sa të kthejmë se di, diçka ka me bo, edhe kena me rregullu shtëpinë. Edhe dashti Zoti, ato ishte viti 99 që tregova, dashti Zoti sa u ktheva këto, e gjetan, ishte një familje këtu nga Oshlani që kishte një shtëpi në Voshtret. Edhe kishte përshtytje, edhe i zhvendosa prind të lem shtëpinë në Voshtret. Do më blive një shtëpi tjetër për edhe vendosën atë. Në Voshtret, po tani që e ki. Edhe ishin ato se ishte të kallë, ishin të kallë të asgjeta. Kalon 8 vite, domethënë në Gërbet, lufta përfundoi në Kosovë, familja pështun, shtëpia u dëgj. Po kalojmë tani te pjesa tjetër prapë e Gërbetit. Ke fillu me punu në restorant, me gastronomi. Po sa u ktheva prej Kosovës ta 99 si isha në atë vizitë shkurt, mas lufte, në vitin 2000 direkt fillova. Ishte kismet edhe e mora. Qysh ke fillu me punu mas pari, po më intereson? Në sedi mas pari. Po mendoj që tani, jo, po mendoj për restorantet që i ke tani, po a ke fillu herët me punu si? Ka herët, 94 kisha fillu e... A ke pas dëshirë, a ke pas qef, ato i punu, apo... Thjesht... Mirë ushqimi qëtu, për ushqimi kom pas pasion. Me punu, i kom një mu dhe nësë shtu në ka shpia, po e kom pas si pasion. Po pra, normal. Po, unë mu së më interesoj këse qka. Edhe qka, kur ke po nevojën me një? Prek blok me dorë për memoros shtu. E 92 sa herë dhe atje nevoja. Shtu në aja, isha në azil në për kampe. Unë e zidova një objekt madhe dera. Po. Që se kësha... Tash se imaginë që po kryu në atë.
Po pra, ka njerë, do më thonë, pavarësisht që imponohesh, edhe ka erdhë me provu diçka të re, nuk është. Mas në 94 të fillova të pyet çdo restoran në thotë e lesha numrin e telefonit, a keni nevojë për punëtor. Ko paskua një iranian me në telefon, që e këshrujt numrin edhe thët, ki dëshirë të bosh praktik të në, se isha në shkollë ndërkohë. Ashtu okej, edhe fillova praktikën. Si praktikant kam fillova ato. Mas nej praktik, ato ishin 4 orë, po e vazhdesha 10 orë. Por 2.000 krona në mujtë. 2.000 krona suedeze si bojnë as 200 euro. Po mu më interesoj ke vetëm zanati. Me marrë zanatin, po. Edhe fillova ato në 94 e Kuzbaka. Mas nej në Fjerës, se u avancova paka shumë, edhe punova në bjerë 2 vjetë para se me marrë në 88-99. Edhe ke kismet e bleva komplet prej një greku, picin ku kem tani para 26 vite. Cili vit ishte? Viti 2000. Viti 2000. Edhe do të thotë prej që ke marrë këtë pizzeri këtu, ti punon këtu? Po, këtu punoj. Mas ne jem avancu ma tepe se kem edhe me familja gjithë lozit, motrat, djali e gjazajt. Po, do të thonë, para se të kalojmë atë që po më intereson edhe kjo është mirë edhe me ditë të tjerë që i ke sjellë familjen këtu. Atë kanë ndihmu shumë restorante këtu me u integru në shoqërinë suedeze. Çu ndjen do të thotë vetveten. E di që ke kriju shumë një komunitet mirë kësajde, kanë respekt për ty shumë edhe ke bënë një punë të mirë që është mirë jo vetëm për ju, por edhe gjithë shqiptarët, sepse kudo që shkojmë ne, nëse bëjmë vepra të mira, na i përfaqësojmë të gjithë. Ka ndihmu me u integru në shoqërinë suedeze, me njohë suedez më shumë? Po, sigurisht që po, se në të ndrejtin e këtu që 26 vjetë. 26 vjetë. Edhe është interesant se 26 vite sa fëmija rritën, vim lejnë pizza, tek ne, shpëngullin dolin në qytet, këthejnë se i kanë tafrimit e vetë këtu kur vinë, është një farë ngrotësie me të ndrejtë, se tash nuk bën një arru se lezve që ne kanë hapë dyrt. Tash, si pas pa marrë parasysh rrethona që vinë tash me kuën, çështje politike që janë që kanë orë plot njerëz, ka plot lloj shtete që vinë këtu. Po unë për vete jam shumë i njës, edhe 26 vite tash janë mëdha këtu. Këtu kanë një fëmija, janë rritë, fëmijët kanë dalë, jetojnë tjetër tërkon, vetëm njëri punon me mua ashtu. Por fëmija fshatit këtu, tash i njeh këtë fshatin këtu. Edhe më njofin. Ata ma shumë njofin mua se vim lenë në ushqim për me edhe din ma ndryshe, po edhe unë i njof. A di së është e veç vetë punu edhe me një ushqim mirë dita, ditën e mirë, po është edhe e ngrotësia kër vinë në kontakt me matet. Apo e ndjen vetën se po e këthen tek suedezët këtë mikpritje që kanë bota për ne? Nuk besoj që mundu me ja këthy kërë. Në marë që jo, po thjesht na do të me bëjë gjithmonë që do të mundu gjithmonë. Po. Nashta unë faktikisht edhe ja kun këthy, po mundu do këtë që pak i këtë që na kanë bëgë ta neve. Për ne jo kupton. Nashta ta jenë me njës, edhe për ta do këtë shumë, po nashta mu halom do këtë që halom pak është një mungesë që do të halom atepër. Se sa të bojnë na bojnë e përfaqësojmë në shtetin tonë, edhe kombin tonë që të bojmë mirë veprat mira. A mendon që vërtet e thatë që na kanë prit mirë suedezët dhe jemi njës edhe te. Qysh ndihesh, do të thonë pas këtyre viteve në Suedi? Po tani sa vite që shkojnë gjithmonë dëshira edhe modhi për atë dhejën është i pashmangshëm. Na punojmë, veprojmë këtu pa ondrat atje kemë. Sa do që të integruhëm, na merr mendja që jemi integruar shumë e krejt, i kemë jetu 34 vite, nuk jam pak, po edhe aq me jetu, prap molli për atë dhemë është i pashmangshëm. Edhe gjithmonë është ondra që njëherë kemu kthy atje, po sa është e unë realizuar, po shqyqër prapse, që janë të linje të pa janë mësar, po nuk janë tash, si shkanë qenë 8 vite, vetëm me për video kaseta mi pose, me ndëgjime. E thash fillim të videos,
këtu jetën me familjen, me vllazën, me motra, me nipa, me mbesa, jeni ju që i keni marrë shumicën se një pjesë kanë qenë më herët më duket? Dikush ka qenë të merret? Vetëm lloji i madh ka qenë, iku në Gjermani këtu i prap. Po domthon pjesën tjetër të familjes i ke marrë edhe e ki edhe nonën këtë. Kanë ardhur nëpërmes mesin, kanë ardhur me viza pune. Domthon për çfarë vite? U bënë qerë dhe familja? Tash pas vitit 2009 kanë fillu vizat pasi që kanë fillu vizat e punës në Suedi, atëherë si gjithë shqiptar tash edhe pas luftës ke faza tjetër për arsye ekonomike e sigurie, por ndoshta dikush edhe për arsye shkollës. Atëherë nazi do të thotë ju ka mësuar familjes përmes restorantet, me viza punës, me i marr, me i prunë Suedi, edhe tani këtu jetojmë bashk, punojmë bashk. Si që thash edhe fillim, një Kosovë të vogël e ke bo këto, qysh është për ty këtje, qysh ndihesh? Po, mirë është faktikisht se njeriu kur doherë ka nevojë për njëri tjetrin. Një laf, një sidomos kur je jashtë, gurbet. Sidomos kur jem jashtë si qencike, sepse unë më rrit, që shme thonë, aja pjesë është e rritë, për 19 vjetë deri sa më të Po, normal, e pjekurisë. Kështu që na bën pak më ndryshe për me hjek mallin. Edhe pse, me thonë drejt, nga unë atjetë menoj që nashta edhe kom bo mëkat, që i kom mërnu për marrë, ose nashta ma mirë shkon në vendlinje. Se di, njerë mundohet për mirë, po inshallah shpresojmë që... Nuk je vetëm që mendon kështu, do të thotë se edhe na nuk e di tani me që i kemi punë të më mirë, në shumë aspekte, ndoshta edhe na po mendojmë nganjëherë pse erdha. Po në atë kohë kur kemi ardhur, nuk ka qenë kjo pyetje. Pyetja ka qenë vetëm thjesht apo mundem me shku dikon edhe me ndihmu familjes. Tani e mira tjetër është që Kosova është e lirë, mundësitë janë shumë më të mira se sa kur kemi ardhur këtu. Kush do në mundet me u këthy? Po, aja është mundësia. Por veç që si që the edhe me herët, i kemë komunikimet të atleta, i kemë lëvizjet të atleta, sot nuk është mërgimi që shka qenë për para. Ta është mundësit që vetëm dëshira mungan. Po, dëshira dhe më thonë mungan, po edhe kush do që ndjenë mundet me plësu, nuk është qepe nga dikush tjetër. A shkon shpesh Kosovë? Me thonë drejton shkoj shpesh, varë për rrethana, a do vite kam qenë ma shpesh se nashta edhe bilet mujore do është me marë. Shkoj në Shqipëri shpesh, shkoj në Kosovë. Jo linje, Shqipëria më pëlqen jashtë malë se është shqiptaria. Po. Sa shkoj në Shqipëri, në Kosovë atje më doket që tjetër botë, tjetër njeri kejtë. E ndjenë dhe më thonë nostalgjin atje, vendi ku e lindë? Si se ndjenë, edhe në bëjë... Shkon edhe ato, i vizitën? Sigurisht. Unë sugjeroj edhe se dhe shumë për Shqipëri edhe ju tregoj se s'kam po, sa bukur, e shpëndoj edhe për Facebook e këtu. Se është, du m'ja treguat pjesën e mirë, më tregu se ka vim, se jem evropian, evropian të pari, se te koptojnë ata që... A thunë dhe herë ku shkon në Kosovë, pëse si jem këtë? Në herë, në shpesh. Shpesh. Edhe pse gjeneratat tonë tash ndryshojnë në sen, po prapë se prapë, vendi është yti. Shqip është këtë në çdo lokal, ke ndjenja tjetër. A ka ndryshue Kosova si pas teje tani kur shkon? A i ta ka njerëzit, si të presin? Po që tash është bëhe si njëjtë kudo, kjo jeta dinamike. Jo vetëm Kosovë. Si çdo kur në përbot është kjo jeta dinamike, të saft, ka rritë teknologjia, pa ka shumë, nuk po shojmë edhe shumë. Nuk kanë njerëzit kohë me u. Nuk kanë kohë, edhe pse kohë kanë, po ja merr kohën këtë teknologjia këtu. Po prapë se prapë, male është prapë se prapë, por edhe pa tjetër që edhe ti diqysh ndjehesh kur shkon në Kosovë. E ndjehesh që njerëzit po të respektojnë për atë sa duhet respektu dikush. A ndjesh i plotësuar se shqeqa, kur e viziton vendin lindjen,
ti çmallash me vendlindje, po do shmo çmall edhe me njerëz. Po, besoj se po, jam i përmbushëm këtë aspekt. Jam i përmbushëm këtë aspekt. Kam një marrëdhënie të mirë me njerëz, kështu. Po, pra. Kështu që kënaqem. Shumë vite. A mendon në u kthy ndonjëherë? Me mendje shumë shpesh. Pasi se unë presa pak të sa të rregulloja pak të bëj kur të gjë kusht. Pa ajo është njes po me prit kur. Po me mendime jem non-stop. Si gjithë tjerë. Non-stop. Me shpresën më u kthy. Non-stop. Po nuk do të thotë që jemi tani edhe këtu, atër kornat kanë qenë më të vështira edhe në Kosovë, fakti që kanë qenë vështirë në Kosovë e kemi pasur në më vështirë kështu, ose jo, sidomos që keni ardhur merre sepse nuk po llogarit vetveten sepse unë kam ardhur më vonë. Tani është edhe këtu jeta më e lehtë, krahasu me kohën atë kur keni ardhur, sepse Kosova është gjithçka mirë, këtu është mirë, lëvizje të lehta, nuk do të thotë që marr malli shumë ose mërzitesh ose vuan shkon mbrana javës, mbrana ditës, pa problem pa. Eksakt, po që ajo është... Edhe pse shpresa e tjeta, e kuptohet. Eksakt. Po jem tash, ajo është e vërteta, jem ma letë mundu me lëviz, ma shpet. Ki ku e këshyrë një bilet, e ka biletën, api Göteborg, shkon 3-4 ditë kthehesh, o një weekend, pa 2 javë isha në Tiranë. A shkojmë, nga pranta ditë honën, ja, po 2 orë në gjys, avioni edhe e shtyn tash me ato, që 3 javë kështë që kem, haloje me ato. Haloje me ato. Po pra, Tiranës i pasën. E vërtet, e allon e të njëjtën gjatë, të thotë, në gjejë që kur shkoj mush në energji, kthehem këtu, pastaj shkoj prap, edhe pse ndoshta çdo herë nuk mundesh me kur ti e ke dëshirën, po gjithsesi shkojmë. Ade kanë dalë shumë rini pe Kosovës edhe po dalin, ale, tash mas ty në vite, sigurisht që ki edhe ti mi thonë diçka, sikurse që ndoshta ka me dhone. Me të pyet dikush Kosovë, po du me dalë në Suedi që tash edhe ti e din që tash ç'është jeta në Gurbet, ç'është jeta në Kosovë. Çka kishe me thonë për njerëzit tani që duhen me dalë jashtë? Unë me thonë drejt, asnjëherë si thonë, as kujt del mo. Absolutisht. Se edhe nuk është mo, asë që ka qenë, me të ndërë, po si do që tjetë, që është do në tjetë, Kosova është, vendlindja është tjetër është. Po është që ka orë mundësia edhe me provu njerëz vetë, me dollë, se po ndëgjoj që plot po dalin, po rinia po mashtron, po shkojnë, po këta janë, se peshon që me vendlindje nuk ka. është gjysma e jetës thujese që ke jetu këtë. Di që kemi ndodhur të siguron edhe kemi folë herë pas here. Qysh a dallojmë shumë me suedest, si njerëz, si popull? Ose çka na dallon, ose çka kemi nduar veten tonë herë, si shqiptarë që jemi? Na jemi dalë vonë prej luftës, kuptohet, nuk ka 27 vite, këta kanë qësa vite 7, po nas si mërgjimtar kemi bisedu dhe kemi mendu dhe herë që suedesi janë kështu. Unë e di një që na jemi Ballkanas, jemi pak ma temperament, këta janë ma të qetë. Shembull. Tash me krahasu këta kuën e këtyne, kur që s'ka pas luftë, që kanë qenë shumë atë përpara se na, pa luftra, na jemi, edhe ma përpara jemi me të drejtë. Na jemi evropian, si ka ma herët jemi evropian të parë në Evropë, që kena egzistu gjithmonë. Tash, nas mundu me thonë që kena ma pak diçka se suedesa, faktikisht, të krahasu kohën. Fakt po, sepse gjona ne kemi bo pas 20 viteve, këta i kanë bo mas sa viteve. Eksakt. Kështu që ajo pjesa temperamentit është kapet pak edhe me luftra, me sfida që kena pas pas me shpresë si do të bëhet pa mirë, kena pas shumë sakrifica dhe po vinë. Tash kur e shoh rinin shqiptare që kanë arritur shumë me shkollë në Suedi, është për të mburë që kanë vena shumë të lartë.
është për të cekur plot që janë edhe në parlament. Po, deputet. Adnani, Dibrani. Arben Gashi, janë atë vajzat tjera që ka rritën në Parlamentin Normalisht, Evropian. tash po, gjeneratat e reja Kështu që ne e kanë mundësitë, e kanë qetësinë, i kanë gjitha. Po gjithsesi, si suedez, si popull, kështu qysh i përshkruan ti? Suedez, si popull, na kena thonë një kohë mati atëherë, dhe shumë suedez ishin të ftoftë. Po, përdorët edhe Se kena thonë janë të ftoftë, tash, këtë kohën tash, ka gjena afruar me këtë anabone këtë që ka ma por këtë teknologjia paka shumë asedive që nuk është mos njëherë mati qysh kemi qenë. që kemi qenë, që shkon me nëzis kemi prit, ose me taku dikon, ose dhimbja ka qenë këtë ndryshe, këtë ekstreme ka qenë, tash kanë fillu dhe pak ma ndryshe, edhe teknikë. Shtu që ka kjo, jena ka që si të barazum tani. Po, suedez si popull, janë popull i qetë. I shofin, ne themi i shofin punë të vetë, apo i shofin punë të gjellëve. Se mos i këshim pat punë të gjellëve, nuk ishën arrit ku janë. Tash, nëse është një suedez që dikon në barë të emin, nuk jam shpes se diçka i reagon. Se di që jam shpes, edhe ose o merë në telefon, ose thret sigurimin, ose diçka dhe e mbroj një tjetrin, këtë aspekt. Nuk është e shpesje të vinë, jella o shpion, nuk është punë e shpionit, po deri sa trujnë e ty, ta du të mirën ty. Të sa ta kthej shpinën në të kumbo dëm ty. Kështu që... E vërtet. Por ata është edhe shteti. Çka të pengon në Suedi? A ka diçka që të pengon? Ose që kështë e thonë, ti shte ma ndryshe? Moti. Si gjithë. Moti, pëtar. Me gjithse po ndohet edhe moti, ka filluar dhe kohës fundit me ndryshu. Edhe këto. Tani nuk po është pak, nuk ka dimer. Jo, dimer s'ka, po verë, shtu që me konë gjatë, jo. është maksimum 1 muaj e gjys, ato dikon, parafrasisht 2 muaj me konë. Kjo era këto, po dimer, ja, por dimer, ajo është, që s'ka ma dimer. Po na i koha shpejt, po di që këtë, ku jemi tani, përveç në restorant edhe shpitane, shtëpia jote është shumë i këpritse për shqiptarë. Shpesh e di që organizon takime me shqiptarë, keni aktivitetet ndryshme, por çka unë e di dhe kom përjetu, restorante është kogja një lloj ode e përparshme që ka qenë e shqiptarëve këtë në Suedi. Dhe më thonë, pret mësafer, vinë shqiptarë, takohen, hani pini edhe shpesh e kom edhe unë vetë, edhe po jo thëmë sinqerisht, që shumë kush i vjen edhe nuk pagun. Edhe në Suedi, sepse nazi e danaton, është mikpret shumë i mirë. Qysh kalon me shqiptarët? Unë me shqiptarë kaloj fantastik. Unë kam qef në mësafer, kam për shoqni jam shumë i hapur, shumë i dashur. Për familjarë më flasëm se jam të më redhve që të buëm, si që cike këtu, të kone, keme o shoqni nga këtë burgat, nga Dibra e madhe, Macedonisë, nga Shqipëria, nga kudo, takome në Kungsbakte ai shoku i Macedonisë. Këto ma tepër thuajse. Jemi një grup motorista që kem qef edhe si hobi atë. Po, edhe Shqipërinë e viziton. E ke vizitu për nduhet, apo? Po. Edhe planin e keni edhe për si vjetë? Kismet, e kem plan në Kaqashuri, me shumë motora. Kush ke mundësi që, se tash janë punë të, nuk i kanë gjithë mundësit me puna, me angazhime, me këto, veç. Kush ka mundësit e kapin mundësin, ose vojnë zavendësim atë ku. Nuk është pse po flasim në këtë video, por po thëmë sinqerisht që gjoherë ko flasim nuk kem i Shqipërisë, i Kosovës apo i Maqedonisë. Sidomos edhe të nazi kjo është vërejtër gjithmonë, edhe vërtet kur të vjen këtë vend këtu ku është nazi me restorant dhe me shtëpi e ndjen veten sikur një pjesë të Kosovës këtu, sepse është vendi i parë që unë kam takuar shqiptar edhe në një ambient ose në një vend ku vinë shumë shqiptarë të tjerë, që për shumë argimtarë do t'i kisha rekomanduar me ardhmë hek një mall këtë vend këtu sikur me shku në Kosovë. Prandaj jam minjos edhe që njihem me nazin edhe po falenderoj edhe tani publikisht për këtë mundësi që ma dha, sepse mendoj që është edhe ishte jeta e tij na shumë interesante.
jo e lehtë se gjithë shqiptarëve të tjerë, por mbi të gjitha neve nuk kemi pas në mendjen tonë, as në imagjinatën tonë dorëzim, as lodhje, edhe kjo më bën mua gjithmonë moni mirë se kam takuar shumë shqiptarë këtu. Jam edhe vetë prej tyre që pavarësisht sakrificave, vujtjeve, situatave që kemi kalu, dikush më lehtë, dikush më vështirë, nuk kemi dorëzu. Nuk kemi dorëzu sepse me krahasu jetën me SDZ, për shembull na këtë e tha edhe vetë, dhe në kom përjetu para luftën, që do të s'ke pas një liri, ke pas një diktaturë, një komunizëm, pastaj lufta, pastaj një mergemi detyrueshëm, do sfidat mëdha në jetë. Por derisa ndoshta ky kalu futboll, dikon ose merr me një aktivitet, na jemi merr me luftë, na jemi merr me parë, me ekonomi, me dërgu familjes, me ndërtu. Kështu që përveç gjitha këtyre sakrificave, vujtjes që kemi pas, nuk kemi dorëzuar dhe sot jemi të lumtur këtu ku jemi. Për fond, pyetja ime është ti si Nazme nuha që je tani ulën me mu këto, qysh e ndjen veten pas këtyre viteve, ndjesh i plotësuar përgjithësi për të arritur të thua deri me tani? Po, nihem me thonë drejtë se që Zotit shëndetin e kem edhe mundëm me punu, edhe me vepru, edhe ke mundësi me shku me ardhë, si se treku Kosovë, Shqipëni. Këtë aspekt jam shumë i plotësuar. Të më kështë pyet atë kohën atëherë, ndryshe kështë e qena, por tani jam plotësisht i plotësuar. Çka kishe me thonë për fond, me që unë e di që me najtë ma gjatë flasim shumë a shumë, por mendoj që është një bisedë edhe u mendova me nxjerr disa pika të rëndësishme edhe për mua, po edhe për ty, për jetën tonë. Nëse ke diçka me thonë që mendon që ja vlen me thonë, ose nëse është pyeta unë lirisht thuaj çka të kesh, qoftë për jetën tonë, qoftë për mërgjimtar, qoftë për Kosovën. Ta përfundojmë edhe këtë intervistë. Po tash, kur e mendon njëri, ka plot gjona që kena, se po mendoj pak pika të shkurta që mos me marrë edhe kohë, më bë pak ma ndryshe. Harrova me të sek ato se gjenerata e parë e fundit me thonë atëherë vazhdut ishte gjenerata em që kena mbaruar gjimnazin në shkollë të rregullt. Fundi vitit të konë, atë mujtë e fundit e në konë që kanë filluar të trazirat që kanë filluar në për shkolla private. Po, në për shtëpia, për ma unë që kështë në për shtëpia, ato unë e se mbarova, kështu që pak Po që e bëmi që e cekë edhe këto, se do të thotë se generatat e reja sot duhet me kujtu edhe këto, që do të thotë e kanë mundësin shumë ndryshme se sa që kemi pasur, se edhe nuk kemi përjetuar atë pjesë. Është dashur me shkuën në për shkolla private, pastaj e ardh, ai kanë marrë profesorët në për shkolla, ai kanë maltretuar, kam mjaftuar vetëm me marrë me tërhiq se sa do kujtohet një profesor kur e kanë marrë kanë thirr kur erdhën brenda në klasë, në shtëpi atë në fakt, që ishte improvizuar se klasë nuk ishte skuq në fytyrë. Do të thotë ishte një çmim po shtrema ja do të thotë natyrisht, edhe u ndike keq edhe para neve, pavarësisht që ne mendoj që kemi kuptuar edhe pse kemi qenë po si dorëzuar asnjëherë. Po pra, si mi dorëzuar dhe kemi arrit këtu ku jemi, edhe unë mendoj që na duhet me gëzu këtë gjë. Për fund, në fakt tani më merr këtë pyetje në kokën time edhe pse kam menduar më herët, po nuk e kam shkruar këtë. A ja vlen me u krenu vetëm që jemi shqiptar apo duhet me punu punë të mira, të mendshme, të ndershme që punat na tregon që na jemi shqiptar të mirë. Duhet me punu shumë. Duhet me thonë asnjëherë që e kam marruar në punën edhe tash pjalotit jo. Deri frymën e fundit njëri gjithmonë do të më mundue, por sa ma shumë me zdrit kombin tonë, me dhoni pasqyre të mirë, edhe brez pas brezi. Me punë do me thonë, jo me fjalë? Me punë, fjala sistem na fjala havo. Po punë është me punë, arrim me tregu se jemi shqiptar, ashtu siç na mendojmë që edhe me nder, edhe me vepra. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit se PTS. Falënderimin takon ty se teja që të jep një pasqyre mërgates gjithve molli për adheun edhe për shumë gjona tjera që për i bën me këtë podcast e për që rregullisht. E kom thonë edhe me herët, e thellaj ti me herët na nuk mundem pa njëri tjetrin, unë po e bëj pjesën time, ju jeni pjesë e imja edhe i bëni pjesën e juaj, pa njëri tjetrin nuk mundem me bë. E kom thonë edhe në televizion isha në intervistë, nuk kam ndërmend
edhe do përpiqem që nuk do të vajtojmë as ta ankohemi këto intervista, po e them në të vërtetë, po e shprehim në mendim tonin që mendoj që dikush është mirë me ditë, një pjesë tjetër mëson diçka apo kupton edhe mund të marrë diçka nga kjo, mbi të gjitha në jetën tonë që nuk ka qenë lehtë. Dhe faleminderit shumë edhe një herë, atëherë të gjithë ju që do të na shiqoni, edhe po na përcjellni gjithmonë në podcastin tim. Ju falenderoj shqiptar kudo që jeni dhe ju pafshim deri në emisionin e radhës me Muzafirin e radhës.